Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve në këtë aktivitet. Me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, Shoqata Agor Opar e Bashkuar organizon këtë takim përshëndetës për të dy festa mbar kombëtare, për të dy festa që janë simbol i vendit tonë. Prandaj uroj që edhe ne sot ja kalojmë bukur për këto festa. Një përshëndetje do na bëj kryetari i shoqatës Rolandi. Gjithë për çdo gjë që kemi bërë tash, neve sot i mbledhëm pikërisht për të festuar ditën e 28 Shëndor të Çlirimit të Shqipërisë dhe të flamurit tonë kombëtar. Si gjithmonë edhe sot, ne jemi munduar të gjithë bashkë për të bërë dhe për të ecur më shumë, sikur çdo me mundësinë e tyre për kontributin sado modest që jep. Për çdo gjë që kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë, jemi gjithmonë në shërbim të kombit tonë dhe në emër të flamurit tonë që ngritet para tanë dhe të dëshmorëve që dhanë gjakun për vendin tonë dhe për tokën tonë që neve gëzojmë sot. Pavarësisht se historia ka ngatëruar si në kanë dalë copa, ne prapë mbijetojmë, do të mbajtur flamurin që na bashkon të gjitha për gjuhën, për kombin, për njerëzit, për figurat e të shkuarës që kanë dhënë çdo gjë për këtë vend. Si nga herë dhe sot ne pikërisht për ta jemi mbledhur që të festojmë për flamurin dhe për kombin, që të vazhdojmë të shtyjmë më tutje këtë trashëgimi të kulturës dhe të identitetit tonë kombëtar. Ndaj sot ne i përulemi përpara flamurit tonë kombëtar të ngritur nga Ismail Bey Vlora dhe Zoti Kristall për pra si gjithçka për këtë gjë ne mundohemi që ta kemi gjithmonë shoqatën tonë kombëtare, të vazhdojmë në këtë rrugë për trashëgiminë e kombit tonë, për të ruajtur gjuhën dhe vlerat e kësaj që na kanë dhënë parë. Një përshëndetje nga zona Elda, pasi ambasador e paqes. Gjithë për pjesëmarrjen. Falenderoj dhe për ftesën që më bën nga ana e shoqatës Agor Opar e Bashkuar për të marrë pjesë në ditën e Çlirimit. Një festë e rëndësishme për gjithë shqiptarinë dhe uroj të gëzojmë për shumë vjetë gëzuar. Zonjën Elda, tani ftojmë Zotin Baftiar. Po është me thonë dedhen, nuk është si jemi mbledhur pak, jemi mbledhur disa herë, dhe për qenë sinqert, është mirë me kënaqësi kur takohemi në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Ndërsa sebepi për sot është shumë rëndësishëm. Nëse flasim për historinë e 28 nëntorit dhe 29 nëntorit, që janë dy festa që përkojnë edhe me kënaqësinë tonë, po përkojnë me historinë më të vjetër shqiptare, me atë histori e cila ka vendosur themelët e shtetit shqiptar. Unë i falenderoj shumë si gjithmonë dhe është një kënaqësi që Agim Shkëmbi, edhe pse pak në kushte jo shumë të mira shëndetësore, asnjëherë nuk ndalon në promovimin e vlerave të Agor Oparit, të kombit, të çlirimit dhe të gjitha aktiviteteve që kanë lidhje me historinë shqiptare. Gimit i uroj inshallah të kaluara, se për mua e ka kaluar këtor, por është në fazën më finale të kaluarës, dhe bashkë me to i uroj gjithëve edhe për respektin dhe minjohen që kemi për njëri tjetër. Është kënaqësi që jam pjesë, urime dhe suksese. Japim fjalën Zotit Isa. Faleminderit zonjë sekretare, përshëndetje të gjithëve. Nuk do të kishte gëzim më të madh për sot që është 29 nëntor. Dije ngritej burri i madh, flamurin Vlor. Sot ata tri me shliruan që neve gëzojmë kështu,
ndërë në kërcens, të pavdekshëm gjithë jetë. Kujtimi i tyre mos u shoh gjithë jetë. Amin. Qofshin të mirë dhe të gjithë jetë. Të nderuar shëndet të plotë, se shumë i plotë është. Për evonovi të takim, profesori jonë, i nderuar Agim Shkambi, kryetar i shoqatës, unë nga zemra, si kryetar dhe i qytetit Elbasanit, për këtë shoqatë, që do të derisa të kem sy sa të ngjall, për të maksimumin e mundshëm, e gëzofshëm të gjithë. Amin. Në vitalitet, në forë, të gjithë bashkë si shqiptarë. Qofsh mirë Agim, qofsh mirë gjithë. Tani e kërkojmë nga orkestra, Zoti Kutif. Unë ju falenderoj edhe mësu fesat 29 nëntorit edhe s'du të zjatëm shumë, por të të në vete. Gorës o parë i uroj do me tanë sukseset sa më të mira. Edhe unë përsa me kemë si të shokë të të ja maksimum. Në njëftojmë Zotin Agim për të ndarë disa certifikata nderi të shoqatës. Në njëftojmë Zotin Agim për të ndarë disa certifikata nderi të shoqatës. Një në atë parë falenderoj shumë gjithë që kemi marrë pjesë sot në takim, dhe është festa e pavarësisë së qëllimit dhe festet e ndorit, të gjithë e shqiptarë që festojnë ditët e ne, kemi detyrimin moralin tonë për ta festuar sa më mirë. Ndjesti se nuk jam një shumë nga researchore, por nuk do të këtë një gjeri dhe shqip. Neve nga mungohë sot, nga mungohë një miku jonë, italian, i shoki Nadit. U propozoj 1 minutë heshtje. Sepse i ka qenë i pranishëm gjithmonë në këto koncerta këtë të tonë. Që një pasër të flasë, unë dy një përshëndetje datë, në këtë një tjave. Faleminderit shumë. Bakar gëzuar pjesët e sekretit të në ndorit. Unë po thëj se kam 3 vjetë që jam shkëputur nga kjo shoqat. Jo se doja të shkëputesha, por ashtu për problemet shëndetësore të burrit ishin më të mëdhaja se sa dëshira ime që mund të merresha pjesë në për koncerte, në për eu dedikova ati me mishe me shpirë deri në momentet e këndëtjetës. Edhe sot jam e lumtur, jam që ndodhëm këtu në midis jush. Edhe kam vendosur ta ndjek shoqatën, sepse jeta vazhdon. Ma ka lënë dhe me gojë, se ai u bë sebeb që unë të vija këtu, mos u shkëput asnjëherë nga i saj, mos u shkëput nga dëshirat që ke, sepse jeta vazhdon, me gjitha. I parë orë që përse. Rastësisht në televizor pa shqiptarët kishin bërë namin në Itali, në pjasë më të madhe në Milano, kishin bërë namin me flamur e me... Sot pak më duket, por gjithsesi shpresoj t'ja kalojmë sa më bukur, sa më mirë, edhe gëzuar. Familjes të mëta sot në festojmë 58 nëntorit edhe ditën e pavarësisë. Është kënaqësi për ne të gjithë që mblidheni gjithmonë në çdo aktivitet, në çdo festë, festojmë. Por unë do të falenderoj tash Rolandin, sepse Rolandi italianin se ta regjisim, ky u mori me këtë punë. Këtë organizimin e kësaj identiteti e ka bërë Rolandi, i takon Rolandit respekti për këtë që ka bërë. Shumë dua që t'i vise Rolandi, sepse nesër neve mund të bëjmë të zgjedhjet të tjera të shoqatës, mund të bëjmë ushqime, por dua që shoqata vorë parë mos shkëputet. Tani, unë falenderoj të gjithë për kontributin e madh që kanë dhënë.
Tani unë do dalë qik edhe nga tema, ne jemi shoqatë jo politike, jo politikurse, por kur e shohim që neve po ngrejmë ideat atyre të rëndve, komik, kapetanë, trima, partizanë, fushat e dyshme të arsimit, të kulturës, të shkrisë, gjitha, tanive ne na det një e papritur që populli shqiptar asnjëherë se mendon të do që do bëshe një reprezalje ose unë e hetuajnë maskaradë të votosh 77 deputet, të votojnë këtë ligjin për jetuzet aty, për ne nuk është mirë dhe të shumë si ata deputet nesër, do venë në derën e vujtë, do të rkasin për shumë, kur vendosin një ligj thash ligj maskaradë, që të arrinë në silmashmërimin e tyre të martohet burr me burr dhe grua me grua. Kur? Por Trumpi vetë, në Amerikë janë vetëm 2 gjini. Gjinia femërore, gjinia maskullore. Dhe sa neve më të zgjuarit, më të përparuarit, neve do të bëjmë kundër e natyrës të Zotit Allahut që ka shprehur atë. E ka krijuar atë. Turpi e të gjenet atyre. Ne unë nga bërthirje, të gjithë shoqatave, sindikatave, shoqërisë civile, të dalim në protestë për atë ligj të poshtë, pra ligjit të poshtë, që luatuan ata të mos miratohet, dhe po e miratohet presidenti atë ligj, atëherë si kom ne kemi mbaruar. Vendimi personal. Në ka humbur historia edhe familjare, edhe fëmijëve e gjithëve. Shqiptar. Tani unë nuk kam se më shumë, por ne unë du thashë që ne kemi punuar me përkushtim për të imbajtur traditën, zakonet, kulturën, arsimin, gjithë kompletën, ku edhe kemi shpërndarë edhe certifikata në njohje deri Ukrainës, deri Kovit, në Amerikë, në Italinë, në Gjermaninë, në Kosovë, në Shqipëri, po edhe, kudo. Dhe mos mendojnë ndonjëherë se këta s'pas ka punë vetë, jo, ne duam që ata punojnë t'i vlerësojnë. Ata kanë kontribuar t'i vlerësojnë, prapë. Vlerësojnë kontributi çdo kujt. Tashim, neve kemi përgatitur edhe disa certifikata mirënjohje. Skënder Arif Hamzallari. Skënder Arif Hamzallari, Goro Pare Bashkuar, shoqatës Këshilli Kombëtar, Këshilli Drejtues i shoqatës kombëtare Goro Pare Bashkuar, vlerëson mbas vdekjes me titullin e lartë nderi me rastin e ditës së flamurit dhe festave të 28 dhe 29 nëntorit, zotin Skënder Arif Hamzallari, për kontributin e madh që ka dhënë si patriot gjatë luftës antifashiste nacional shqirimtare dhe më pas si kryetar Dega Ushtarake Gramsh, ku ka punuar një kohë të gjatë dhe gëzonte respektin e madh nga i gjithë rrethi Gramshit. Skënder Arif Hamzallari ka lindur në datën 17/2/1921 në një familje patriote në fshatin Novosel Ersek Kolon. Ndëron jetë në 24/2011 në Tiranë, ku la të pikolluar fëmijën, nipër dhe mbesa. Ta gëzojnë këtë vlerësim të merituar familja dhe të afërmit, i paharruar qoftë Skënder Arif Hamzallari. Këtë certifikat vjen dhe e merr zoti Moran Kollaci. Sepse është propozimi i zotit Moran. Këte, përshëndetje, gëzuar festat e 7 nëntorit. Mira paqen gjithë shqiptarë, kjo certifikate i jepet njeriu shumë të mirë, punuar 35 vjetë në Degën Ushtarake të Gramshit. Falenderoj edhe kryesinë e shoqatës
bashkuar të Bagim Shkembin me një shok që e miratoj propozimin tonë të Gramshit, si për jep certifikatën këtij njeriu të vlerësuar. Po si kemi edhe disa të tjera certifikata që do të dalim në uror. Ju faleminderit juve. Një latiklari, e cila ka dhënë kundizur të është në shoqate, nuk ka lënë aktivitet, festa, ku do në kanë dikur, në Shkodër, në Korçë, në Maliq, këtu ande këte, ka lexoj, ja. Certifikat nderi, zonjës Nekie Latifllari, nderi i Krajinës, Kryesia e Shoqatës Goropar, Këshilli Kombëtar, Këshilli Drejtues i Shoqatës Kombëtare Goropar, vlerëson artisten e shoqatës me titullin e lartë nderi i Krajinës Goropar, me rastin e festave të 28-29 nëntorit. Zonja Nekie Latifllari, lindur në fshatin Bick, Korçë, banuese në qytetin Elbasan, e cila ka dhënë dhe jep një kontribut të madh si aktiviste në shoqatën Goropar. Ta gëzoni vlerësimin e merituar. Gëzuar festa 28-29 nëntorit, i mbiru si gjithë shoqata në kombëtare dhe agimit ka dënë dhe agimi shëndet e jetë të ketë njërë, gjithë të mirë, gëzuar edhe një të 28-29. Kemi një certifikatë pa direkt ajir me qollari, kjo është gorare nga fshati Goçë i Maliqit. Banon në Gramsh, është zonjë e nderuar e cila ka punuar të jetës saj, rreth një familje fisnike në fshatin Goçë, nuk e di shumë mirë se unë atje. Dhe familje e nderuar, familje me tradita, me zakone, me kulturë të jashtëzakonshme. Fatileja. Atëherë do i lexoj. Kjo certifikat i jepet zonjës Fadile Tahir Meçollari, nderi i Krajinës, Kryesia e Shoqatës, Këshilli Kombëtar, Këshilli Drejtues i Shoqatës Kombëtare Goropar e Bashkuar Shqipëri, vlerëson me certifikat me titullin e lartë nderi i Krajinës Goropar për kontributin e madh që ka dhënë dhe jep për shoqatën kombëtare Goropar e Bashkuar. Fadile Tahir Meçollari, lindur në fshatin Goç, Korçë, banuese në qytetin e Gramshit. Ta gëzoni vlerësimin e merituar, zonja Fadile Tahir Meçollari. Këtë certifikat do ta marrë unë, pasi kjo zonjë është gjyshja e fëmijëve të mi. Që dhe unë ju falenderoj në emër të familjes tonë për këtë vlerësim që i bëni nënës tonë të dashur. Ta kemi nënën me jetë. Tani, ërmëlsira në fund. Kemi një djalë të vogël, artist, i cili na ka nderuar në festën e ditës verës, edhe këtu, po edhe në qenë ku bë festa e ditës verës në Elbasan, me atë flamurën e mi i madhe, me atë koreografinë e tij. Dhe ky është Orien Bekip Muçollari. Orien Bekip Muça, nderi i shoqatës, Kryesia e Shoqatës, Këshilli Drejtues, Këshilli Kombëtar, vlerëson artistin e ri për kontributin që jep në aktivitetet e shoqatës tonë, me titullin e lartë nderi i shoqatës Goropar e Bashkuar. Në rastin e festës së flamurit dhe festën e 28-29 nëntorit 2025, zoti Orion Bekip Muça, me datë lindjen 15/11/2013, lindur dhe banues në Elbasan. Ta gëzoni vlerësimin e merituar. Faleminderit. Dhe uroj suksese. Gëzuar fest, 28-29 nëntorit. Gjithë shqiptarë. Tani e hapim me një kabak orale.
Ftojmë zotin Novruz për një kabab orare. shoqatës Gorë Pare Bashkuar, juroj gëzuar festat e 29 nëntorit, qofshim të bashkuar, qofshim të mobilizuar për aktivitetet të ndryshme të shoqatës. Juroj të gjithëve gëzime dhe shëndet të familje. Faleminderit. Na marrë një valle progoniste, ku të kërcejnë të gjithë.
Bravo.